Faleminderit nga zemra, shumë të dashur, viti jasë është nder i veçantë të jem sot në mesin tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit nga zemra që as shiu nuk ju ndali sot në fillim të këtij tubimi të jashtëzakonshëm që edhe një herë e dëshmon dashurinë e madhe të vitjazëve për atë dheun tonë për Kosovën, edhe një herë dëshmon dashurinë e madhe që e keni gjithë ju për rrugovizmin, edhe një herë dëshmon se çfarë kampioni është Sokol Haliti, që askush nuk mundet me i dalë përpara. Pikrisht pra, kur ju shohim se cilin prej jush, e dim që fitoria është e pashmangshme. E dim që fitoria e demokracisë është në radhë të parë e pashmangshme, e dim që fitoria e punës së ndershme është e pashmangshme, dhe e dim që fitoria e madhe e shtyllave të shtetit është e pashmangshme. Prandaj më lejoni qysh në fillim, t'i nderoj 3 shtyllat e fuqishme të shtetit tonë, duke i falenderuar organizatat e dala nga lufta të ushtrisë çlirimtare të Kosovës për prezencën e tyre sot këtu. Dhe duke nderuar të gjithë dëshmorët, të gjithë heronjtë e martirët të cilët dhanë jetën në mënyrë që ne sot të lirë të qëndrojmë në këtë shesh të lirisë, pa frikën nga askush. Ta nderojmë të gjithë së bashku po ashtu kujtimin për mbi të gjitha rrugën që na la pas ati ynë themeltar presidenti Ibrahim Rugova, i cili edhe nga këtu është si mburoj e shtetit të Republikës së Kosovës. Dhe pikrisht ashtu siç do të pritej nga vitia, por edhe gjithë Kosova, për krah Rugovës e kemi simbolin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, shtetit mburoj të lirisë, pavarësisë dhe demokracisë sonë, shtetit aleat, i cili jo vetëm vitin 99, por edhe sot qëndron pranë Republikës së Kosovës, dhe Republika e Kosovës do të jetë për jetë mirënjohëse dhe do ta mbrojë këtë aleancë me çdo kusht. Fitore pra sepse unë e di shumë mirë, si që dini se cili prej jush, që kur rrugovistët qohen në këmbë nuk ka kush i ndalë. Edhe unë e di si që dini se cili prej jush, që shteti ynë sot ballafaqohet me 2 rrugë, dhe janë vetëm 2 rrugë. Në njërën rrugë që e përfaqëson lidhja demokratike e Kosovës, e keni zhvillimin, i keni investimet, e keni një plan të jashtëzakonshëm të udhëhequr nga kryeministri i ardhshëm zoti Abdi Xhiku, dhe e keni integrimin euroatlantik të Republikës sonë. Kurse në anën tjetër, që dorën zemër e përfaqësojnë krejt këta tjerë të bashk, se bashk kanë qenë gjithmonë, e bashk janë bo edhe tash kundër LDK-s, andej kemi si që ka pasur historikisht, përqarje, ndarje mes shqiptarësh, stagnim, blokim, kriza, fajsim e mbi të gjitha munges pune. As një punë të vetme në interes të Kosovës nuk e kanë mundësin ta prezentojnë para këtij populli. Prandaj jam e bindur që me 7 qershor përgjigja ka me qenë e qartë si kristali, më e qartë se çdo herë tjetër në historinë e pas luftës. Dhe këtë qartësi jam e bindur po ashtu që do t'ja jap vitia
Kosovës duke i prirë Anamoravës në këtë fitore të madhe, sepse ju keni ditur 4 herë radhazi ta bëni Sokol Halitin kampion, sepse keni ditur si kryhet puna e si zhvillohet vitia. Dhe jam e bindur që pikërisht modelin e Sokol Halitit të punës e të zhvillimit këtu në viti, ju do të ngritni në nivel të Republikës. Kur 4 herë jeni bërë kampion, ju bëj thirrje viti. Mos lejoni askush t'ju dalë përpara me 7 qershor. Ju mundeni dhe ju do ta dëshmoni. Para të gjithë atyre që dojnë me i shkatërru këto 3 shtyllat shtetësisë, para të gjithë atyre që e shajnë e ofendojnë edhe ushtrin tonë çlirimtare, edhe shtyllat e ndërtuara nga aty themeltar. Ju do të dilni para tyre, sepse ju e vendosni Republikën të parën. Faleminderit shumë për përkrahjen, Zoti e bekoft vitin, Zoti e bekoft Republikën e Kosovës.